Mirë, dy fjalë për rolin tuaj në shfaqje dhe si u ndjet gjatë shfaqjes sot. Diskutimi është emocioni i madh, kjo jo vetëm për faktin që po jam në shfaqje në Fier, por për faktin që kjo është një shfaqje kuptim plot, qoftë për mesazhet që përcjell, por qoftë edhe në kuptimin profesional, është një sfidë për ne, për gjithë grupin, sepse luajmë pothuajse nga 2-3 karaktere gjithsekush për aktorëve dhe janë karaktere që janë diametralisht të kundër njëri tjetrit. Kjo është, si thua, një sfida profesionale e shfaqjes. Publiku e priti mirë, ishin shumë të emocionuar dhe sigurisht që kjo është një kënaqësi edhe për ne. Dy fjalë për personazhin tuaj dhe mesazhin që ai përcjell. Unë, siç thash, kam 4 apo 5 personazhe, po ai që do dalloj është personazhi Vilsoni, që është personazhi i intelektuali që në kohën e regjimit ka qenë i persekutuar dhe i internuar, i burgosur familjarisht dhe ka qenë një emocion i veçantë sepse të risjellësh figura të tilla në një kohë kur shumë gjëra po harohen dhe ne në përgjithësi jemi një shoqëri që kemi memoria pa shkurtër. Kjo besoj që është një nga arritet më të mëdha të shfaqjes. Faleminderit. Faleminderit.